Emri i parë i vajzës që kualifikohet në top 16 është Edona Aliu. Edona Aliu është 25 vjeç, me origjinë nga Gjilani i Kosovës, lindur në Zyrie. Ka kryer studimet për hotel menaxhment në Zvicër. Faleminderit, Tresi. Knajsi. Tani emrat e tjerë po t'i kaloj ty. Faleminderit. Konkurrentja e dytë, Xhencila Shaba. 26 vjeç, nga Tirana, ka mbaruar studimet për art design, ëndrat e saj, modelingi. E treta që vazhdon garën është Clarisa Pengu. 19 vjeç, lindur në Elbasan, studion për menaxhim biznesit dhe ka marrë pjesë në shumë sfilata dhe evente si modele urime. Diana Gjota, 20 vjeç, nga Mirdita dhe aktualisht jeton në qytetin e Lezhës. Pasioni i saj më i madh është televizioni. Vazhdon garën. Jemi gati të përqendruara. Roxana Ibrahimi, 21 vjeç, nga Prishtina. Ka përfunduar studimet për stomatologji, sepse gjithmonë dëshiron të jetë në shërbim të njerëzve. Konkurrentja tjetër, Klea Kordoni, 18 vjeç, nga Tirana. Bukuria për të nuk njeh kufi. Nuk ka emër as për shkrim të saktë. Ajo mban emrin autor, karakter, prezencë dhe zotruese. Jemi tek finalistja 7. Megi Gega, 18 vjeç, me origjinë nga Dibra, jeton në Durrës. Studimet do t'i vazhdoj për ekonomi informatike, përveç tyre pëlqen modelingun edhe televizionin. Konkurrentja e 8, Lela Kologeri, 18 vjeç, me origjinë nga Shkodra, por jeton në Athinë. Studion në shkencat e sportit dhe bën praktikën tek fëmijët me aftësi të kufizuar. E nënta që do vazhdoj garën është Rigela Cybi. 25 vjeç, e lindur në Pushkruj dhe emigron në Itali kur ishte vetëm 4 vjeç, është diplomuar për stomatologji dhe studion aktualisht për drejtësi dhe aktrim. Është pjesë e 2 organizatave kundër dhunës ndaj gruas. Deta Konomi, 21 vjeç, nga Durrësi, studion në pjekën e farmacistë. Ka studiuar piano në liceun artistik, pasion të cilën e ushtron ende. Vazhdon garën Rea Cenkollari, 18 vjeç, nga Tirana. Pasioni i saj është modelingu, që ushtron që nga mosha 14 vjeç, gjithashtu synon edhe botën e televizionit. Konkurrentja tjetër, Artiola Sulejmani, 21 vjeç, nga Podujeva. Gjithmonë e ka tërhequr imazhin një gruaje të fortë dhe e pavarur. Shumë emocione tani do të vinë për finalistën tjetër. Angela Kanuzi, 19 vjeç, nga Kruja, studion për drejtësi, me shumë vetbesim dhe shumë këmbgulse. Gjërat e pamundura dëshiron që të bëjë të mundura. Gilberta Miftaraj, 24 vjeç, nga Tirana, ka përfunduar studimet në kimio ushqimore. Ka ardhur në Miss Univers për t'i dhënë më shumë forcë nënës së saj, që ka kaluar një sëmundje të vështirë. Vazhdon garën. Ky vajzat e fundit. Kush do jetë e 15-ta në garë, në fakt? Jenny Kambo, 22 vjeç, nga Korça, ka përfunduar studimet e larta për infermieri. Aktualisht punon në spital në Topropil. Pasioni i saj është muzika, ku në saj të vokalit të saj ka qenë e ftuar në disa evente si këngëtare. S'kemi bërë asi gjatë këtyre kohëve që s'ke kënduar me mua. Dhe konkurrentja e fundit, Erisa Haxhiu,
18 vjeç nga Prishtina, studion në Fakultetin Ekonomik për Menaxhim Biznes. Në vitin 2020, shpallet Miss Prishtina. Këto janë konkurentet që ka lënë në fazën tjetër, por unë i falenderoj të gjitha vajzat për energjinë pozitive dhe kohën që kemi kaluar së bashku në këto 3 muaj produksion.